Mos hani kurrë hudhra nëse vuani nga këto tre sëmundje. Hudhra është padyshim fuqi plot për sa i përket vlerave shëndetësore, por për personat që vuajnë nga tensioni i gjakut, përdorimi i saj bëhet pak specifik dhe kërkon kujdes në përdorim. Problemet me presionin e gjakut që shkaktojnë tension ndahen në dy lloje: në ato të hipertensionit që kanë të bëjnë me presionin e lartë të gjakut dhe tensionin e ulët që kanë të bëjnë me nivele të ulta të presionit të gjakut. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë video do ju sjellim një informacion të vlefshëm në lidhje me ndikimin e hudhrës në të dyja rastet, kur është më efektive dhe rastet kur nuk duhet ta konsumoni atë. Përdorimi i hudhrës për trajtimin e tensionit të lartë të gjakut është një nga recetat e lashta popullore, kur trupi rrit prodhimin e një enzime të quajtur angiotensione, e cila ndikon menjëherë në rritjen e presionit të gjakut. Zemra pompon gjakun më fort nëpër arteriet e trupit, çka jo vetëm që mund të dëmtojë arteriet në trup, por mund të krijojë gjithashtu edhe depozita të rrezikshme të kolesterolit të dëmshëm. Lënia pasdore e këtij problemi mund të sjellë sulme të zemrës, goditje dhe probleme të tjera kardiovaskulare. Pavarësisht se hudhra është jashtëzakonisht shumë efektive për tensionin e lartë, sasitë e konsumit të saj të tepruar nuk mund të çojnë në uljen e tij dhe të krijojnë probleme. Prandaj 1 deri në 2 thelbi hudhër në këto raste janë vërtet të larmishme për shëndetin. Por nëse keni tension të ulët të gjakut, është më mirë të mos e shtoni hudhrën në dietën tuaj, pasi mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Ekspertët cilësojnë hudhrën si mjaft të vlefshme për shëndetin, por nëse vuani nga tensioni i ulët, duhet jeni më të kujdesshëm dhe të evitoni konsumin e saj. Është vërtet e rëndësishme të gjeni vetitë e dobishme të hudhrës, por duhet të dini se në disa situata ajo mund të jetë vërtet e dëmshme për organizmin, të krijojë komplikacione të tilla dhe të rëndojë më shumë shëndetin tuaj në tërësi. Sipas studimeve, konsumi aktiv i hudhrës relakson enët e gjakut dhe mund të ulë gjithashtu presionin e gjakut. Është shumë efektive në uljen e niveleve të kolesterolit në trup, por hudhra në disa raste mund të kthehet në një efekt të dëmshëm. Ajo forcon sistemin tuaj imunitar dhe është e dobishme edhe në trajtimin e problemeve të infeksioneve. Është e shëndetshme që mund të kombinohet gati në çdo gatim të ndryshëm. Megjithatë, sado e shëndetshme të jetë, ka disa raste kur mund të shkaktojë probleme. Nuk duhet të kombinohet me terapitë e mëposhtme. Hudhra ka veti antikoagulante dhe duhet të tregoheni të kujdesshëm në këto raste. Nuk duhet të kombinohet me barna antikoagulante, ilaçet që përdoren në trajtimin e problemeve të qarkullimit të gjakut, hollimin e gjakut dhe në këto raste edhe në problemet të mpiksjeve. Nëse jeni duke marrë ndonjë mjekim, nuk duhet të merrni hudhër pa u konsultuar më parë me mjekun tuaj, për të evituar kështu gabimet. Nëse keni probleme me shëndetin e mëlçisë, duke marrë terapi, hudhra mund të ulë efektivitetin e saj. Personat me stomak të ndjeshëm gjithashtu duhet të shmangin hudhrën, sepse është e vështirë për t'u tretur në stomakun e tyre dhe mund të krijojë gjithashtu komplikacione të shëndetit. Gratë shtatzana ose ushqyerja me gji, marrja e hudhrës bashkë me ilaçe nuk rekomandohet në këto situata, pasi vërtet mund të rëndojë shëndetin tuaj dhe të krijojë komplikacione të tilla. Nëse keni presion normal ose të ulët të gjakut, nuk duhet të hani hudhër çdo ditë. Presioni mund të bjerë më shumë se sa duhet dhe të shkaktojë gjithashtu komplikacione të shëndetit tuaj. Hudhra na mbron nga ulçrat dhe arterioskleroza. Ajo është një ndihmë e vlefshme gjithashtu në luftën kundër akumulimit të triglicerideve dhe largon gjithashtu ndjenjën e lodhjes. Hudhra përdoren në të gjithë botën, por a e dini se në disa njerëz ato mund të krijojnë gjithashtu edhe më shumë përfitime? Shtimi i hudhrës në menunën tuaj ditore brenda rekomandimeve të duhura mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese me ndikime pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hudhra është një nga erëzat më të mira që mund të kombinohet lehtë në dietën tuaj. Duke u konsumuar me kujdes dhe brenda rekomandimeve, ajo mund të luajë një rol pozitiv për mbrojtjen e shëndetit.
Hudhra ka kohë që përdoret si një ilaç natyral për trajtimin e një game të gjerë të problemeve dhe kushteve të ndryshme që i kanosen shëndetit tuaj në tërësi. Hudhra përdoret gjithashtu edhe për një zemër dhe një sistem të rëndësishëm të sistemit të gjakut. Ajo mund të stabilizojë kështu shtypjen e gjakut, të shmangët sëmundjet e zemrës, sulmin në zemër, gjithashtu edhe problemet e arteriosklerozës. Disa prej këtyre pretendimeve mbështeten edhe nga shkenca. Disa njerëz e përdorin hudhrën për të parandaluar problemet e zorrës së trashë, stomakut, të gjirit, prostatës, gjithashtu edhe problemeve të mushkërive. Hudhra gjithashtu prodhon një përbërës të quajtur alicin. Alicini jep erë hudhrës, atë që ajo e ka karakteristike të sajën. Por a keni dëgjuar ndonjëherë se njerëzit që përdorin atë mund të kenë gjithashtu edhe përfitime të duhura në mbrojtjen e shëndetit të tyre dhe jo vetëm. Qytetrimet e lashta e kanë përdorur hudhrën prej mijëra vitesh. Kinezët e vendosin një thelbi hudhër në gojë dhe e lënë për 30 minuta. Kjo praktik është një metodë e lashtë që përdoret zakonisht në vaktin e parë të ditës. Rezultatet do të jenë vërtet të pabesueshme. Ushqyesit e hudhrës mund të jenë të shëndetshëm kur hyjnë në organizmin tuaj përmes përshtymes dhe i pastrojnë kështu enët tuaja të gjakut. Pas 30 minutash ju do ta nxirrni hudhrën, lani dhëmbët dhe gjithashtu mund të keni erë të keqe të gojës, atëherë mund të përtypni një kokër kafeje ose mund të përtypni pak majdanoz për të larguar erën e padëshiruar nga hudhra. Kjo përbërje e hudhrës ka shumë përfitime për shëndetin, gjithashtu edhe për trupin tuaj. Siç mund të jenë pastrimi i trupit tuaj, promovimi i një shëndeti të mirë të veshkave, pastrim më i mirë i shëndetit të lëkurës, punon gjithashtu edhe një shtys i imunitetit, vepron në betejën kundër problemeve të bronkitit, kontrollon gjithashtu oreksin tuaj e të tjera. Pra nëse jeni duke përjetuar ndonjë problem të përmendur më herët, atëherë shtimi i hudhrës mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin. Hudhra është një mburojë e veçantë për shëndetin dhe si e tillë duhet të përdoret me kujdes në përditshmërinë e dietës suaj, dhe rezultatet që mund të merrni do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit tuaj. Shumë njerëz e duan hudhrën pavarësisht nga aroma e saj. Ajo nuk është vetëm një shtesë e shijshme pothuajse në çdo vak, por gjithashtu është shumë e rëndësishme për mirëqenien tuaj. Sipas ekspertëve, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni pas konsumit të hudhrës. Hudhra i mban dhëmbët tuaj më të shëndetshëm. Ulëntimet kanë treguar se hudhra është një trajtim i mirë antiinflamator për inflamacionet e mishrave të dhëmbëve. Hudhra ka veti të mira antibakteriale, antivirale dhe antikërpullore. Hudhra ka veti të mira antiplakje. Sipas ulëntimeve, hudhra është efektive kundër plakjes. Nëse rriteni dhe bëheni të moshuar, trupat tanë do të fillojnë të humbasin edhe shumë nga elementet e tyre të fuqisë. Sidoqoftë, njerëzit që përdorin hudhrën në përditshmërinë e tyre marrin përfitimet e saj edhe për të nxitur një organizëm më të shëndetshëm dhe për të evituar kështu komplikacionet e tij. Shtimi i hudhrës në këto raste mund të jetë i domosdoshëm për një dietë të shëndetshme dhe një organizëm më të fuqishëm. Era e saj mund ta bëjë trupin që të rrisë prodhimin e substancave në gjak edhe të shkojë drejt një oreksi të mirë edhe të mbajë larg komplikacionet e tij. Hudhra gjithashtu ju bën edhe më tërheqës. Kjo mund të jetë në kundërshtim me instiktet tuaja, por është e vërtetë. Sigurisht që të gjithë i dimë përfitimet që do të marrim nga hudhra. Hudhra ndikon gjithashtu edhe në forcimin e një sistemi imunitar më të mirë. Fakti që hudhra mund të kontribuojë në shëndetin tonë është e ditur prej kohësh. Hudhra ka qenë e njohur ndër shekuj edhe për veprimin e saj në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni të përfitoni prej vlerave të hudhrës, shtojeni atë vazhdimisht në përditshmërinë e dietës suaj. Kështu ndikimet që hudhra ka do të jenë vërtet fantastike. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.